Kështu që faktori politik shqiptar në Kosovë duhet me qenë shumë i kujdesshëm në raport me njëri tjetrin. Na këtu partitë tona politike mas parti nuk i kemi të profilizuar si duhet. Këtu nuk dihet kush është i majt as kush është i djathtë. Këtu s'kan programe politike të mirëfillta. Krejt lufta zhvillohet me bryla, me ndërshkomca edhe me ushtrinë ose me milicinë e Facebookit. Nuk qëndrojnë keq me milicinë e Facebookit as opozita. Unë jam me opozitën, sekret publik. Po nuk qëndrojnë keq, domethënë i kanë marrë lakmi vetëvendosjes, partizës guxë, alternative së disa subjekteve pa antarësi aty që janë. Nuk është në rregull kjo çështje. Çështje shumë e gabuar, domethënë. Apo bja se, po më duket e kanë si burim shpirtëror gjithë këto Sali Berishën. Sali Berisha është derivati i përqarjeve shqiptarëve. Tash Albin Kurti si pas gjitha gjosa po vazhdon babë shpirtëror e ka Sali Berishën. Përqarë si më i madhe shqiptarëve mas Sali Berisha. Po i përqarë shqiptarë në Kosovë, qëtë Kosovë e administrative, Kosovë lindore, në to ka shqiptarë në pushtimi Macedon edhe shqiptarë malësi atje. Edhe në Margat po e po. Kur presidenti Thaçi, i nderuari presidenti Sedeu, në atë kohë bon moratorium partive politike, në emigracion që shqiptarët e bon shtetin e dy shqiptar, le të punojnë për mirëqenie, për investime, për zhvillim ekonomik, progres, këta mas shumë vite mendon qysh me aktivizu mërgatët shqiptare.